Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lëshuar një tjetër paralajmërim të fortë ndaj Iranit vetëm pak orë para përfundimit të afatit që ai vetë kishte vendosur për arritjen e një marrëveshjeje me Teheranin. Përmes një reagimi në platformën Truth Social, ai përdori tone dramatike, duke paralajmëruar pasoja shumë të rënda në rast refuzimi. Trump u shpreh se ekziston rreziku që një qytetërim I tërë të zhduket brenda natës, duke theksuar se nuk e dëshiron një skenar të tillë, por nuk e përjashton mundësinë që ai të ndodhë. Ai la të kuptohet gjithashtu se brenda Iranit mund të ketë ndryshime në drejtim, duke sugjeruar se figura më të moderuara dhe më racionale mund të kenë fituar ndikim në procesin vendimmarrës. Në mesazhin e tij, ai e cilësoi situatën si një moment vendimtar me rëndësi historike globale, duke nënvizuar se zhvillimet e orëve në vijim mund të përcaktojnë rrjedhën e ngjarjeve për një kohë të gjatë. Sipas tij, periudha prej gati 5 dekadash e karakterizuar nga korrupsioni, shfrytëzimi dhe dhuna në Iran mund të marrë fund në varësi të vendimeve që do të merren. Në përfundim, Trump shprehu shpresën për një rezultat pozitiv dhe I drejtoi një mesazh mbështetjeje popullit iranian, duke e bekuar dhe duke lënë të hapur mundësinë për një zhvillim të papritur, por potencialisht transformues.